Përshëndetje, AI Neida, faleminderit shumë që jeni në studio. U mundova pak të tregojmë pikat shkurta që kemi bisedu, sepse ju takon juve për detajt, ju falenderoj shumë që jeni në studio. Faleminderit për ftesën. Të lutem. Kur e lexova dhe kur u bëra gati për bisedën, më duk diçka shumë inovative, diçka shumë interesante, por më trego pak më detajisht për Marigona Stand, se çfarë është realisht. Shumë mirë ja fillove. Okej, faleminderit shumë se e pata me shumë stres. Një projekt inovativ, një projekt që do të ridefinoj jetesën moderne në kryeqytet, në Kosovë dhe më gjerë. Një lagje e tipit të mbyllur, me 157 shtëpi, në arkitekturë të jashtëzakonshme, ultramoderne dhe me një stil minimalist. Shtëpit janë të ndame në 7 tipologji të veçanta, të cilat ofrojnë përjetim spektakolar. Do me thonë, te kalojnë limitet e imagjinatës si në funksionalitet, ashtu edhe në estetik. Besoj që... është edhe në hap me trendet, mbasve, sepse sot përmes rrjeteve sociale shohim shumë se si duhet jetuar mirë, si duhet jetuar bukur. Po besoj që me këtë bashkëpunim sjellim një trend shumë global në mënyrën e të jetuarit, apo jo? Ne besojmë që kemi sjell një lagje e cila nuk do të përsëritet për dekadat që do vinë, jo në Kosovë, po dhe më larg, sepse është një lagje shumë ekskluzive, e cila ka shumë tipare që dallojnë nga gjithçka që është ndërtuar deri sot. Një lagje e mbyllur që është ndërtuar në 801 metër lartësi mbydetare fillimisht, që është vetëm 1 kilometër nga Marigona Hill dhe ka fare pranë liçenin e bukur të Badovësit dhe Gërmin. Do me thonë, kemi ajrin e pastër të garantuar. Arkitekturë që... Në një periudhë kur më shumë s'kemi pasur nevojë për ajër pastër, se tash, definitivisht, dhe për mua është plusi më i madh deri tash, ha? Edhe për ne, është e jashtëzakonshme, edhe pastërtia e ajrit, po edhe pamjet panoramike që pastaj i ka lagja të Prishtinës dhe të gjitha bjeshkëve përreth. Do të thotë karakterizohet nga sofistikimi më i lartë si i brendisë së shtëpive, ashtu edhe i organizimit të jashtëm të lagjes, e cila do të ketë infrastrukturë shumë të avancuar, teknologjinë më inovative në treg, do të përdoren materialet më cilësore, si që kemi bërë gjithmonë si grup, kjo ka bërë që të fitojmë edhe besimin ndër dekada tashmë në punën që bëjmë. Lagja do të ofroj edhe shumë shërbime tjera për banorët që do të jemë me fat të jetojnë në Marigona Stand, dhe besoj që këto do të bëjnë edhe diferencën. Lagja është e tipit të mbyllur, nuk do të ketë afarizëm, do shërbej si një oazë qetësie dhe luksi për banorët e saj. Dhe për këta banorë kemi planifikuar që të kemi edhe një pishinë dhe një spa për atë komunitet, një pikë grumbulluese në fillim të lagjes, pastaj një fushë të madhe sporti për fëmijët, një qendër fitnesi e cila është konceptuar së voni. Do më tonë do tjetë një mini qytet brenda gjithë lagjes. Një lagje jo shumë e madhe, por shumë e sofistikuar dhe me një nivel superior jetese. Duke përfshirë këtu edhe shtigje të shumta për ecje dhe gjelbrim në çdo cep. Po, përderisa po flisje ti, po i shija edhe pamjet, sepse po e vizualizojshin shumë bukur mënyrën se si po flisje. Muhamet, më trego pak për përfitimet potencialet blerësit në këtë bashkëpunim strategjik mes Marigona Stand dhe Marigona Hill. Ku janë saktësisht këto? Si bank e cila njihemi për nga fleksibiliteti në ofrimin e kredive hipotekare, i ku edhe i mbojmë përgjegjësinë për shkak se kemi pjesën më të madhe të tregut në sistemin bankar në kredit hipotekare, edhe në vazhdimsi përcjellim kërkesat dhe nevojat e klientëve tanë, të një kryesisht edhe të partnerëve tanë, siç është edhe Marigona. Dhe mbi bazën e kësaj kemi sjell produktin e ri, kredi hipotekare Comfort, e cila është komfore nga natyra se si klientët tanë ka me pas lehtësime në produktin kreditor për financimin që e bojmë ne në blerjen e shtëpive në Marigona Stand dhe Marigona Hill. Sa arrita me kuptu, para se të hynë në studio, që feedback është shumë i mirë deri më tani, nga gjithë klientët e në lëvës? Natyrisht jemi në fillet e para, por konceptit e produktit që kemi sjell tani është risi për gjithë tregun në sektorin bankar në Kosovë, dhe kjo lehtësi dhe kjo risi që po e sjellim tani, natyrisht se ka me qenë një kërkesë e përshtatshme për nevojat e klientëve. Eneit, ka filluar puna në terren apo ende?
Po, puna në teren ka filluar, jemi duke punuar në gërmimin e themeleve të 3 bloqeve të shtëpive dhe infrastruktura është tashmë gati, pritet të finalizohet në korrik të këtij viti. Okej. Si po shkon? Shumë mirë dhe mbar, ashtu siç edhe e kemi planifikuar, dorëzimet e para do fillojnë në vitin 2027, andaj jemi shumë afër shtëpive të ëndrave që tash mund t'i shohim vetëm në render. Po. Çfarë bën realisht këtë kredi hipotekare komfort kaq të rëndësishme dhe kaq të vlefshme për këtë ata mbasi që i kanë disa pyetje që unë po i bëj për ta? Shumë e saktë, për shkak se duhemi ta interpretojmë për me kuptu, me elaboru se çka është risia në këtë produkt. Fillimisht është ajo pjesa kur klientët kanë vullnetin për të investu dhe produkti që tani po e ofrojmë është me fillimin e pagesave me këste të ulta, për shkak se në 3 vitet e para ata do të paguajnë vetëm pjesën e interesit dhe tek pas 3 vite do të fillojnë që të bëjnë edhe kthimin e kryegjës, domethënë në kredinë e tyre. Po kjo ka plus shumë i madh atë për gjithë ata që e di. Kjo është jashtëzakonshme sepse potencialisht në vitet e para kur edhe investimi është këtë fillestar dhe ngarkesat e klientave janë më të larta, natyrisht që ka me qenë një lehtësim shumë i madh sepse kostoja e këstit mujor ka me qenë shumë ajo se një këst i rregullt i kredisë. Natyrisht që e ka dhe maturitetin më të gjatë. Kjo kredi është e planifikuar për deri në maturitet deri në 25 vite që mundemi me i financu klientat tonë. Kjo kredi është e dedikuar për klientat të cilët janë me paga, po ashtu për pronarë të bizneset të cilët kanë interesin në investimet individuale, sepse si kredi është për qëllime individuale, dhe gjithsesi ne si në LB Bank me vitet të tëra, asnjëherë nuk e kemi nda diasporën nga klientela e rregullt e Kosovës, kështu që ne me këtë produkt do t'i përkrajmë edhe diasporën për ata që dëshirojnë të investojnë në Kosovë. Edhe janë shumë realisht në numër ata që dëshirojnë të investojnë në Kosovë dhe e duan shumë vendin në mënyra kur ka si lloj bashkëpunime si ky që është shumë beneficial për ta, e shfrytëzojnë maksimalisht që të bëjnë të pamundurën që të investojnë në vendin apo jo, sepse kemi pa raste nga më të ndryshmet. Ne kemi jashtëzakonisht një klientel të qëndrueshme, edhe për nga numri, po edhe nga kualiteti i klientave që kemi si diasporë. Janë gjithë atë botës, a? Gjithë ka prej nga dëshirojnë që të kthehen dhe të investojnë në vendin e. Okej. Eneida, unë e pyeta pak Mametin për dua të pyes edhe ty për këtë bashkëpunim, se çfarë realisht nënkupton bashkëpunimi dhe se do ta ma shpjegoje ti mbase nga pozicioni yt. Po. Shtëpitë në Marigona San fillojnë nga 318 metra katror dhe shkojnë deri në 870 metra katror. Domethënë i tejkalojmë për masat standarde të shtëpive siç jemi mësuar ti kemi. Andaj rrjedhimisht edhe kostoja është më e lartë. Për ta bërë të mundur blerjen e shtëpive të ëndrave për gjithë qytetarët e Kosovës, po edhe për diasporën tonë, ne kemi menduar që të sjellim në treg dhe të punojmë për një produkt më inovativ, siç është edhe vetë projekti, dhe t'ju ofrojmë lehtësira njerëzve në blerje të shtëpive të tyre. Do të thotë 3 vite pa paguar këst të plot, duke paguar vetëm interes, ta jep këtë fleksibilitetin dhe lehtësinë që të marrësh obligimin pa shumë kokçarje, gjithmonë duke shpresuar që punët shkojnë ashtu siç e planifikuar. Pastaj këtu ndalim te grace period, a? Kjo pjesa e 36 mujorshit lehtësimit të klientëve. 3 vitet. Edhe ajo që duhet ta prezantojmë na me Marigonën kemi marrëveshje për një kohë shumë të gjatë dhe mendojmë që jemi inovator si Marigona në kontekstin e investimeve në ndërtim, po ashtu edhe ne që i kemi përshtat nevojat me produktet vazhdimisht duke sjellë risi. Edhe njëra prej lehtësimeve tjera që është e që korespondon me marrëveshjen e partneritetit që i kemi ne me Marigonën është për shkak se investimi i cili bëhet ose financimi që ne i bëjmë për kreditë që blehet në njërin nga këto shtëpi, nuk ka nevojë ndonjë hipotekë tjetër ose ngarkesë tjetër për klientin, po ajo shtëpi mbi bazën e marrëveshjes, ajo do të hipotekohet, do thotë për këtë qëllim. Po. Mamet, po e bëj një pyetje ashtu, po besoj shumica e shikuesve janë duke e bërë në shtëpitë e tyre, është se cilat janë kriteret për të kualifikuar për kredinë hipotekare komfort. Domethënë çfarë duhet të ketë një person që dëshiroj të bëhet pjesë ose të jetë me banim këtu? Siç e cekëm edhe më herët që këto janë produkte të cilat kanë një kosto më të lartë për shkak edhe të natyrës së lagjes. Ne kemi shku deri në shumën 800.000 euro të financimit që mundemi t'ia japim klientëve tonë dhe natyrisht që këto shuma të larta kërkojnë edhe të hyrat të larta të qëndrueshme dhe klientët që kualifikohen janë klientët që kanë paga
të rregullta, tyra të rregullta bankare, dhe natyrisht edhe diaspora me pjesën tjetër që i konfirmojmë nëpërmjet tyrave që i kanë në vendet ku jetojnë. Po. Eneida, cila do ishte mbase një mesazh për gjithë ata klientë ose ata shikues që po kërkojnë një shtëpi të re dhe çfarë do t'ju thojë nga ky studio? Tash e kanë mundësinë e duhur për të bërë investimin më të mençur në jetën e tyre dhe për të krijuar jetën që deri tash kemi mund veç ta imagjinojmë e ta ëndrrojmë. Shtëpitë që do të sjell Marigona Hasan dhe niveli superior i jetesës që do krijohet brenda këtij komuniteti shumë të përzgjedhur është diçka që nuk është parë dhe nuk do të shihet më tutje. Do të thotë është diçka shumë superiore, shumë specifike dhe shumë unike. Unike, njëkohësisht dhe luksoze. Besoj që është një mundësi e jashtëzakonshme si për të bërë zgjidhjen e duhur për jetesë përgjithmonë, po ashtu edhe për të investuar, duke e pasur parasysh gjithmonë që pronat në Marigona kanë kthim të jashtëzakonshëm të investimit. Gjithmonë janë mundësi dhe zgjedhje e mençur për të bërë investim të mençur. Po, kur kam pasur uraganin dhe kur kemi folur më shumë për Marigona Hill, kam pasur që uragani më ka thënë disa herë që ka pasur një feedback të jashtëzakonshëm për njerëzit që janë pozicionuar aty dhe benefitet që janë thënë pastaj ka dalë edhe në realitet, sepse sot është shumë e vështirë që të krijojmë një lifestyle të shëndetshëm dhe të mirë për gjithë ne, andaj këto bashkëpunime nganjëherë janë shumë afër publikut. Kjo është e bukura edhe Marigona Hasan tash. Ka mbledhur një komunitet shumë të zgjedhur të njerëzve. Do të thotë kemi një komunitet që financiarisht qëndrojnë mirë, janë të gjithë njerëz të suksesshëm që punojnë dhe veprojnë në Kosovë, janë biznesmen, janë sipërmarrës, janë mjek, arkitekt, kemi të profileve të ndryshme, janë njerëz që japin kontributin e tyre këtu. Dhe ata tashmë kanë mundësinë të bëjnë zgjedhjen e një niveli të jetës që ofron lagja jonë. Mamet, në një mesazh nga ty apo pa bashkangjitimi e Eneides ka çka i ka? Natyrisht që kur flasim për kreditë të tilla, si kredi investive, këto e kanë kontributin e vet për shkak se financimet që ne i japim për klientat tonë e ndryshon jetën e qytetarit për të mirë, si për nga kushtet e banimit që i përmirësojmë, si për nga forma e re e jetesës, investimet e tyre, dhe vlerat që rritet pastaj e këtyre investimet që ata bojnë, dhe natyrisht janë shumë atë përballueshme edhe janë vlerë shtume për klientelën. Po. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio, nëse harruam diçka të përmendim ose të potencojmë, Eneida po i tham gjitha më duket. Unë mund të ritheksoj që jam shumë e lumtur dhe shumë krenare që po flas në emër të Marigona Hasan dhe që ky projekt do të lë gjurmë të pashlyeshme në historinë e zhvillimit urban modern në Kosovë. Nuk dyshoj as pak. Ju falenderoj shumë që ishit në studio. Faleminderit për ftesën. Lutem.